Magjistari i vogël. Një herë, një kohë, diku në një qytet të largët, ndodhi diçka e tmerrshme. Qyteti u pushtuan nga mint. Kaq e madhe ishte ushtria e mintëve sa që me të afruar errësira, njerëzit nxitonin të futeshin në shtëpitë e tyre dhe nuk dilnin më në rrugët e qytetit. Mint nuk trembeshin më as përpara qenëve të shtëpive apo të rrugëve. Sa po shikonin ndonjë qenë në rrugë, i suleshin me tërbim dhe e mbysnin. Macet, sa po i shikonin mint, largoheshin të frikësuara, sikur mint të ishin krijuar për të gjuajtur macet dhe jo macet mint. Mint u bën kaq të tmerrshëm sa që filluan të sulen edhe djepeve apo krevateve të drurit ku përkundeshin fëmijët e vegjël. Kuptohet se më të tmerruarit ishin fëmijët, jo vetëm ata të djepeve, por edhe më të rriturit. Natyrisht edhe prindrit e fëmijëve të atij qyteti të përrallës nuk kishin si të mos tmerroheshin. Ushtria e mintëve parakalonte triumfale në udhët e qytetit, futej nëpër lokale, boshatiste me grykësi ushqime, pije dhe gjithçka tjetër. Ato që nuk e përballonin këtë gjendje sigurisht ishin nënat me foshnje që nuk dinin si t'i mbronin të vegjëlit e tyre. Banorët e qytetit të sunduar nga mint më kot vrisnin mendjen, nuk dinin se çfarë mund të bënin. U përpoqën të organizoheshin për të luftuar mint me armë, me helme, por gjithçka ishte e kot. Një ditë, mbreti i atij vendi mblodhi banorët në sheshin e qytetit për të gjetur një zgjidhje. Askush nuk e kishte idenë se çfarë mund të bënte. Ndërkohë që mbreti fliste, mint kishin rrethuar sheshin dhe dëgjonin duke u tallur me mbretin dhe banorët bashk. Edhe mint që nuk kishin dalë në shesh, luanin dhe qeshnin me mbretin. Ndryshe nga të gjithë takimet në sheshin e qytetit, mes fjalëve të mbretit, në vend që të duartrokisnin banorët, duartrokitën mint. Mbreti njoftoi se për atë njeri që do të largonte mint nga qyteti, do të jepej një shumë e madhe monedash të arta. Pavarësisht se shuma e shpallur ishte vërtet e madhe, askush nuk besonte se do të gjendej dikush që do të shfaroste mint nga qyteti i tyre. Qyteti e kishte pranuar me trishtim pushtimin e kopshëm e të pistë të mintëve. Gjithsesi, lajmëtarët e mbretit shpërndanin skaj më skaj lajmin për monedhat e arta që do të merrte ai njeri që do të shfaroste mint nga qyteti i tyre. Dhe pas kësaj, ishte një bari i vogël me fyellin e tij në dorë që ju paraqit mbretit për të dhënë zgjidhjen e tij për të zhdukur mint nga qyteti. Mbreti u habit dhe pranoi marrëveshjen me bariun që do të zhdukte mint në këmbim të monedhave të arta. Bariu shkonte tutje dhe pas e ndiqte karvani i mintëve. Pas karvanit të mintëve vinin banorët e tromaksur të qytetit. Në një lloj mënyre, ky ishte një spektakël i veçantë që ndoshta në një situatë tjetër banorët e qytetit do ta kishin ndjekur me të qeshur e brohërima, por ata ishin kaq të tronditur sa që ndiqnin vetëm me anktha të ëndër të pabesueshme që po ndodhte para syve të tyre. Bariu kalonte nga një melodi e magjishme në tjetrën. Mint sikur ishin dehur nga muzika e tij dhe e ndiqnin pas në mënyrë të verbër. Kur ai nxitonte, nxitonin edhe mint. Kur ai ngadalsonte hapat, edhe mint ngadalsonin. Dhe kur ai qëndronte, edhe mint qëndronin. Në ndonjë çast kur ai linte mënjan fyllin e tij e pushonte, mint çoroditeshin. Pa e hequr fyllin nga goja, bariu i ndjekur nga mintët dhe nga banorët e qytetit, arriti pranë një lumi të gjerë. Edhe pse lumi kishte goxha ujë, po jo aq sa të mbulonte atë, ai nuk qëndroi por vazhdoi të ecte drejt bregut tjetër. Tingujt e fyllit të tij ishin bërë edhe më të magjishëm. Mint as që e vunre lumin që kishin përpara dhe ndiqnin si të verbër bariun. Ndërsa hidheshin sa andej këndej, duke ndjekur tingujt e magjishëm, mint rrëzoheshin në lum njëri pas tjetrit. Ujërat e rrëmbyeshme i merrnin me vete. Përbëliteshin njëri pas tjetrit me qindra, me mira, 10 mira sa ishin, mbyteshin në thellësitë e lumit. Banorët e qytetit ishin çliruar nga ankthi dhe po festonin zhdukjen e mintëve.
Bariu i qeshur trokiti në portat e pallatit mbretëror. Mbretja se priti fare. Njën nga uburtarët i tha se shuma e premtuar ishte shumë e madhe. Si mund t'i jepni një sasi aq të madhe monedhash të arta, kur ai i kishte rënë vetëm fyellit? Bariu i fyer u bë flak në fytyrë. Nuk tha asnjë fjalë, por u largua pa u vënë re nga festuesit e çliruar nga ankthi i mijve. Tutje vendosi fyellin në buzë dhe përsëri filloi të krijonte tinguj të magjishëm. Nuk e kthente kokën brapa, nxitonte të arrinte në pyjet të thellë ku e prisnin bagëtit e tij të dashura. Ndërsa bariu i vogël largohej duke i rënë fyellit pa e kthyer kokën, përsëri po ndodhte diçka e çuditshme. Fëmijët kishin lënë festën dhe po e ndiqnin pas, hap pas hapi, moshatarin e tyre të habitshëm. Vetëm ata ishin në gjendje ta kuptonin gjuhën e fshehtë të tingujve dhe të kuptonin brengën që kishte mbuluar shpirtin e bariut të vogël. Po e ndiqnin me vrap për të arritur e për ta shoqëruar në udhën e tij e për mos ta lënë vetëm këtë magjistar të tingujve. Ecnin dhe fishkëllenin me vete tingujt e magjishëm të fyellit të bariut. Të gjithë së bashku dukeshin sikur krijonin një orkestër të madhe. Ata që e ndiqnin nuk ishin 1 e 2, por të gjithë fëmijët e qytetit të çliruar nga mit. Dikur të rriturit u përmendën për fëmijët. Askush nuk e dinte se si ishin larguar si pa kuptuar. Dëgjuan tingujt dhe kuptuan se fëmijët po ndiqnin magjistarin e vogël. Zunë të thërrisnin, të vraponin, por më kot, fëmijët gjendeshin shumë larg dhe po humbisnin nga sytë e tyre, shkonin pas bariut drejt maleve dhe pyjeve. U tronditën dhe u ngurtësuan të tmerruar. Nënat nuk e mbanin dot vajin, edhe baballarët filluan të qanin. Njërin nga obortarët u tregoi se çfarë kishte ndodhur me bariun e vogël kur kishte trokitur në portat e pallatit mbretëror për të marrë premtimin e dhënë. Nuk donin ta besonin atë që po dëgjonin. U dukej e pamundur që bariun e vogël që i kishte çliruar nga ushtria e mijve ta kishin mashtruar. Nëse nuk do të kishte zbritur ai nga malet me fyellin e tij magjik, qyteti i tyre do të kishte patur një fund të tmerrshëm. Nuk e dinin se ç'kishte në mendje bariu i vogël. Mos ndoshta ishte ndonjë magjistar i keq, e thurte ndonjë të zezë për fëmijët e vegjël? Po mbreti pse nuk e kishte mbajtur fjalën e dhënë? Në të vërtetë, bariu i vogël nuk e dinte se fëmijët po e ndiqnin. Kur i pa pas vetes dhe ndjeu që nuk e kishin lënë vetëm, u mrekullua. Këmbën nguli të ktheheshin prapa, por ata nuk pranonin, e ndiqnin pas. U ngjante si një magjistar manitës. Dikur, kur mendoi se fëmijët e qytetit po e ndiqnin pas, duhej të ishin lodhur, ai qëndroi. Ulën bashkë në hijen e një druri të madh dhe ai filloi t'u zbuloi të fshehtën e magjisë së tij. Po, kishte një magji dhe kjo ishte magjia e tingujve, që ai e kishte marrë nga cicërimat e zogjve, shushurime e gjetheve dhe gurgullimat e burimeve. Ndërkohë që fëmijët dhe magjistari i vogël çlodheshin, u dëgjuan hapa. Prindrit e shqetësuar kishin ndjekur gjurmët e fëmijëve. Nuk u kishte ndodhur ndonjë e keqe, përpiqeshin të imitonin me fishkëllima të fshehtën e tingujve. Pas pak bariu i vogël u largua, humbi në thellësitë e pyjeve. Fëmijët dhe të rriturit nuk e shikonin më, por nga larg vinin tingujt magjepsës, e vetmja magji e bariut të vogël që shpëtoi qytetin nga ushtria e mijve, që atëherë ka kaluar shumë kohë, por edhe sot e kësaj dite zënët tregojnë. Na ishte një herë një magjistar i vogël.